Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve dhe Organizata e Tregtisë së Jashtme e Japonisë organizuan dje forumin e parë të biznesit Shqipëri-Japoni në kuadër të shtimit dhe forcimit të shkëmbimeve ekonomike mes dy vendeve. Avni Ponari, kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Shqipëri-Japoni, i sapokthyer nga një vizitë zyrtare një javore në Japoni, me përfaqësues të lartë të biznesit dhe politikës së jashtme japoneze, shpreu bindjen në fjalën e tij se potenciali i Shqipërisë është premtues dhe modelet japoneze të biznesit mund të ndërtojnë ura shumë të qëndrueshme bashkëpunimi ekonomik me Shqipërinë. Dhoma jon ka përkushtimin e plot për të mbështetur dhe përfaqësuar interesat e investitorëve japonez në Shqipëri. Kemi gatishmëri për të lehtësuar çdo partneritet, duke promovuar dialogun dhe suksesin e bizneseve japoneze brenda vendit tonë. Vendi ynë sot ofron një klimë ekonomike të favorshme, mikpritëse, brenda së cilës inovacioni dhe traditat e modeleve japoneze të biznesit do të gjendeshin mjaft mirë. Vizioni ynë është që Shqipëria të bëhet një portë hyrëse e bizneseve japoneze në Ballkanin Perëndimor, në Ballkan dhe në Evropë. Punimet e këtij forumi i përshëndeti Ministri e Ekonomisë dhe Inovacionit në Shqipëri, Delina Ibrahimaj, ambasadorja e Japonisë në Shqipëri, Kikuko Kato, dhe Ermal Muqa, ambasadori i Shqipërisë në Japoni, si dhe drejtoria e përgjithshme AIDA-s, Laura Saro. Forumi vijoi punimet me 2 seanca diskutimesh teknike të mundësive të bashkëpunimit në energji, infrastrukturë, inovacion, teknologji të avancuar dhe mjedis. Yoshika Ishihara, drejtori i përgjithshëm i Qendrës së Mbështetjes të Bizneseve jashtë vendit të Jetro, u shpreh se bizneset japoneze kanë shprehur tashmë interes për vendin tonë, duke prezantuar disa prej tyre që ishin pjesëmarrës në takim. Ishihara shtoi se Jetro është angazhuar të mbështesë bizneset japoneze që duan të shfrytëzojnë mundësitë në Shqipëri dhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Bashkëpunimi i dypalësh në bindjen e tij do të sillte shumë përfitime. Forumi i parë i biznesit Shqipëri-Japoni shënoi një hap të rëndësishëm drejt forcimit të lidhjeve ekonomike mes dy vendeve. Me vizion të përbashkët dhe vullnet bashkëpunimi, Shqipëria dhe Japonia hapi një perspektivë të re për investime, partneritete dhe zhvillim të qëndrueshëm.